Do marrësh dhe ty të rëndësishme në do, ha? Do ta përballosh? Po, do përballoj. Bravo, do të lëm. Ha. Përshëndetje, unë jam kryetari i ri i bashkisë. Së pari, desha t'ju falenderoja juve, gjithë elektoratin tim të klasave të pesta, që patët besim të unë dhe që më votë besuat. Por sa mora këtë detyrë të rëndësishme, unë ngrita stafin tim të punës, që janë njerëz të kualifikuar, dhe gjithashtu ndam detyra e objektiva. Një pjesë e objektivave do të bëhet realitet nga fondi që akordon, pra nga Ministria e Brendshme që akordon fondin për bashkinë. Por, ne do të bashkëpunojmë edhe me donatorët e huaj. Dhe bashkëpunimi me ta do të mundësoj rekonstruksionin e shkollës 28 nëntori. Ne do të ndryshojmë imazhin e kësaj shkolle duke ndërtuar kënde sportive, mini calcetto. Do të ndërtojmë edhe një katë më sipër në shkollë dhe do të hapim klasa të reja, që të gjithë nxënësit të ndjekin mësimin vetëm para dite. Po kështu do të bëjmë edhe një rulishte me lule dhe pemë, që të gjithë njerëzit të kënaqen me aromën dhe ajrin e pastër, për një jetë sa më të shëndetshme. Sipas motosh, të mbjedhësh një pemë do të thotë të shpëtosh një jetë. Edhe një herë, ju falenderoj nga zemra dhe do të jem gjithmonë i hapur në zgjidhjen e problemeve tuaja. Faleminderit për besimin. Kjo është komuna Kozar, e cila bën pjesë në rrethin e Kuçovës. Ajo ka një popullsi rreth 8200 banor dhe 2050 familje. Kryetari i komunës është Fatmir Doksani. Kjo është tema e komunës Kozar. Komuna Kozar shtrihet në veri të rrethit të Kuçovës. Ajo kufizohet nga rrethi Elbasanit, komuna Perondi, komuna Fjeshegan, fshati Tapi dhe së fundmi, por jo më pak të rëndësishmit, lumi Devol dhe lumi Seman. Komuna Kozar ka një relief për 20% fush dhe 80% kodër. Lartësia minimale mbi nivelin e detit është 50 metra dhe maksimale rreth 250 metra. U rrëzua një gun nga mali, a ishte lot kristali, ishte shpirti fshati tim, që qante për të ikurit në mërgim. Sa të ketë rrugë të prishura, do të mbeten shtëpi të braktisura, o bore që ngelen pa njerës, plot me kyçe e me qelës. Prejardhja e emrit Kozare vjen nga fjala slave, që do thot ventrimash ku këndohet dhe punohet. Pavarësisht që është një variant jo zyrtar, por një gojdhënë e përcjell nga brezat e mëpashëm. Një variant tjetër është vendish. Këtë e tregojnë emrat e fushave dhe emrat e kodrave. Figurat e qora dësmorë si Frithi, Fifon, Prifti, Ramadan, Qori, Velu, Luzi, Ajdar, Luzi, Ishti Ibrahimi dhe Kiu. Në shkallë komune kryen aktivitet një shkollë e mesme e bashkuar, 3 shkolla nëntëvjeçare, 4 shkolla fillore dhe 10 kopshte. Personeli i mësuesve dhe edukatorëve gjithsej 82, numri i nxënësve gjithsej 1064, numri i fëmijëve në kopshtë gjithsej 204. Shkolla e parë është hapur në vitin 1920. Intelektual që kanë dalë nga kjo shkollë janë Vangel Dudo, Beshir Qori, Fatmir Doksani, Fadil Mara, Muslim Haxhiu, Bashkim Sala, Liliana Mara dhe Alit Doko. Në Kozar kryen aktivitete shëndetësore 3 qendra shëndetësore dhe 9 ambulanca, me personel 3 mjek dhe 11 infermiere. Po kështu kryen veprimtari një stomatolog dhe një farmaci private. Në shekullin 20 dhe në shekullin 21 është treguar një kujdes i madh për aktivitetet kulturore. Grupet polifonike kanë përfaqësuar dënjësisht komunën Kozare, madje kanë marrë edhe çmime. Por pas viteve 90 niveli i aktiviteteve kulturore ka rënë dhe është përqendruar vetëm në aktivitete sportive, futboll, volejboll, në terrenin e ndërtuar nga komuna pranë shkollës së bashkuar në fshatin Avaleas. Dora e njeriut ka mbjellë pemë fëtore, veshta, ullin e të tjerë. Për shkak të famës së pasur, këto kodra janë të frekuentuara edhe nga gjahtarët. Mbi shpatullat e disa kodrinave janë hapur edhe disa puse nafte. Fushat janë emërtuar sipas njerëzve të njohur apo fiseve të dëgjuara. Tokat e këtyre fushave janë vërtet pjellore.
Në Vleshuk ndodhet shkëmbi Ullastës. Ai është quajtur kështu sepse mbi faqet e tij rriten ullinj të egër. Ky shkëmb është 60 metër i lartë. Në Frashë ndodhet shkëmbi i Bukur ose i Ramadanit. Ky shkëmb është 100 metër i lartë. Në Gek ndodhet shkëmbi i Gegës. Kodrat, livadhet dhe fusha janë të pajisura me kafshë drejme shpend. Prioriteti i qytetarëve janë rosat e egra të cilat gjenden në kënetën e thanës. Më të lakmuarat janë rosa masatore, lepori i egër dhe shkurtëza. Ka rreth 15 vjetësh që është zhdukur shkurtëza e fushës e cila dikur ajo mbretëronte zonën e fshatit Frashë. Vendet më të përshtatshme për peshkimin janë këneta e thanës, lumi Devoll, rezervuari i Goraj, Geg dhe Fjermi i Man. Në këto ujëra rriten peshq si mustak, bylysh, buskuti e të tjerë. Komuna Kozar në sipërfaqen e pyllëzuar prej 630 hektar ka këtë ndarje, pyllëzimin e plepa në anën e lumenjve Devoll Osum, pyllin e Dushkut, pyet autoktonë ku përfshin rrugët e Lisi, Frashërit dhe Blirit, respektivisht gjeten në fshatrat Frashër, Zradh dhe Blin. Pjesa tjetër janë shkure. Ka edhe disa kullota i livadhe shumë të bukura, veçanërisht në pranverë dhe vjesht, ato ka një pamje fantastike, aty shpërthejnë në lule lloj-lloj ngjyrash. Pranë fshatit Kozare kalon lumi Devoll, i cili bashkohet me Osumin në Arës dhe formon me lumi Seman.